Ivanka Trump dhe Jared Kushner mbërin në Vlorë takime mbi investimin në ishullin e Sazanit. Momenti kur Ivanka Trump hedh shikimin mbi zonën e Zvërnecit. Fotoja sjell momentin e mbëritjes së vajzës së presidentit Donald Trump në Zvërnec. Vizita e Ivanka Trump dhe Jared Kushner, bashkëshortit të saj, zhvillohet në kuadër të zhvillimit të projektit. Mësohet se dy investitorët kanë pasur takime me studiot arkitekturore. Vizita është mbajtur në kushte të shtuara të sigurisë. Edhe kryeministri Rama pritet të zhvillojë takim me vajzën e presidentit amerikan Donald Trump. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur mbrëmjen e sotme në Vlorë në masa të larta sigurie ku do të akomodohet në vilën qeveritare të qytetit. Sipas burimeve zyrtare, vizita e Ramës lidhet me një seri takimesh private, duke përfshirë edhe një takim me Ivanka Trump, vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, si dhe arkitektët që shoqëruan gjatë ditës në qytet. Takimet kanë qenë për qëllim të diskutimit mundësive për investime strategjike në zonën e Vlorës, të lidhura me investimet dhe me interesat e familjes Trump dhe të dhëndrit të presidentit Jared Kushner. Burimet bëjnë me dije se të gjitha diskutimet do të zhvillohen larg vëmendjes së mediave, ndërsa masat e sigurisë në qytet janë rritur ndjeshëm për të garantuar qetësinë dhe mbrojtjen e të gjithë pjesëmarrësve.